Shoqër kënë zet edhe nuk njërta. Përshëndetje, pjotëm tani këto momente prej Melodia PX-it. Unë sot veshun si zakonisht që zhvi edhe bëj përzgjedhjen teme për emisionin Një kafe me Labin. Ku më mundu kështu me bo zgjedhjen tamam reale drejt për drejt. Agron, përshëndetje. Mirë fandesin, ja. Agron, i erdh fundi dhe me thonë fund vitit. Fundi si erdh fundi neves në erë, po i erdh fund vitit. I erdh fundi edhe Një kafe me Labin po përfundon. Edhe kjo është emisioni i fundit saj për këtë sezone. Se di që gjatë krejt këtyre mujve kena punu bashkë me Melodia PX-in. Njeri prej punëtorëve, po thëmë, ma të vyshëm që ka Melodia PX-i jeni jo. Faleminderit, na veshov edhe ju jeni mirë se ardhëm. Inshallah ki sukses në vitin e ardhshëm sikur se këtë vit, inshallah më shumë. Inshallah të primë mora. Aju kom lodhi. Ja, nuk na ka lodhi, ja, s'ka shansa më na lodhi. S'ka shansa. Je gjithmonë happy, s'ka shansa më na lodhi. Gjithmonë je mirë se ardhëm. Unë përshkoj mi lodhë punëtorë. Ani, vesh inshallah kalon mirë, faleminderit shumë. Përshkoj se zakonisht shpirtin ju ha punëtorëve. Këto që janë, se zakonisht zgjidhja jame kur. Jo këta pedu, jo këta pedu, jo këta pedu, jo këta pedu. Okej, sektoret ndryshme qysh janë të Melodia PX-i, po unë zakonisht shkoj të sektori ku zakonisht i marrë qof duksericat, qof farmerkat, gjanat e ndryshme. Ja, ky sektori maj dashur këtu që zakonisht shpirtin ju hatë tënve. Që Elvira, për shembull, nuk e dën kamerën hiç, çka ke një se ty ta ha shpirtin mas shumë ti po mdoket. Qysh ja e lodh? A je lodh? Qysh a e mirë? Mirë te? A ju lodhe unë hiç si la? Jo. Seriozisht tash. Seriozisht jo. Që tash mas i është fund viti mos ma bëni rafsh. Jo, si na të ta bë rafshi, gjithë mirë se ardhën. Kështu nuk jam i sekletafshëm. Jo, heq. Okej, kush thot për mu? Kush ka më vesh? Hajde. Ti ki më vesh, çka? Do me thëni basketbol gati. Gati për ty. Gati, okej, shkojmë. Të regam ti mu gjatë kësaj këtyre me mujve sa kanë shku edhe erdhëm në fund vetë. Po. Ajo komunu veç. Pak. Jo, shumë mirë kena kalu me ty. Do me thënë nuk jam qash i sekretata. Jo. Jo. Ka njerë di më bo nervëz. Po. Ka njerë di me dalë të kjerë se vi shpejt, që qatoviq edhe u kry. Po, edhe ka një herë lyp kurso është koha e verës majica. Që ishti në arkiv me shku mi gjithë. Me i gjithë, gjithë qysh. Kjo ndodhë për shembull kur udhëtoj, si Po, qifti kur udhëtoj. Dubajit, për shembull që i kom shti në arkiv për me gjithë sende. Okej, për farmerkat po e di, se zakonisht një gjyrën e zezë, E dënë. Gjithë. Qka tjetër? Ngjyra e kaltër po, veç unë qëta se kisha vesh, po e kisha me vesh dhëtë me bu një apel. Që po vinë pesat e fund vitit, mos gjuni me armë, mos gjuni me armë, kështu që, a di qka, pe marrë pe provoj, pe këqyri qysh përen, edhe na i sen tjetër, hajtë bën zgjidhje ti deri sa ti unë në kabin. Okej, bëni zgjidhje jo, unë i hina mrena, këqyrë hallakat një ato una. Okej, për sezon zgjidhje ka, sidomos jakrën janë kogja në trend. Hajtë cilën kështu, me vesh stash. Qëta?
për të ardhmen, për rrugovë, dhe me thonë, kur shkoj, zgjidhja është ideale, kështu që muj me shkua, po, qështu për rrugovë, po. Qështu për rrugovë jam okej. Dhe me thonë, qëtu e bona zgjidhje për rrugovë. Shkojmë në sektorin tjetër të Katesha, faleminderit juve. Hej, urime vitiri. Faleminderit urime dhe juve. Urime vitiri. Faleminderit urime dhe juve. Punë të mbarë palëllshme, ashtu që jeni të mira kështu, inshallah gjithmonë jeni. Ku e cila mërke jemja? Okej, i lo krejt sanë qëtu? Krejt sanë qëtu pilo, veç që këtë telefon se me bu me të singrua, avdin do të mu përgjigje. I lash sanët aty, edhe patika qëre. Okej. Sektori i femnave. Për gra këto, zakonisht naj sen shpesh herë vi edhe a një lodh? Qështu ka shkar? Mirë. A jo mi veshën për vitin e ri, ajo? Po ma mirë nështë ta i këmish, ati qka, po do. Krejt njejt. Okej, po shkoj për marrën pra, na i këmish, na i sen. Erdh. Qka ko me veshë që t'javë? Qa po më përbëzan? Se unë vetë me dashtu në marrë qka du, po ti qa po më përbëzan? Okej, atë pëlqen ato në kukën? Të mesit? Po. S'kom pas në herë që se në gjyre, se në zakonisht të gete dhe zë jam. Edhe kënd, këse jo s'ke pas. Ani hajt, okej, a po ma jep numrin? Po. Po ma jep numrin. Gjema numrin. Se mi të regu numrat, s'kom nevoj se për men që dini. Ju kom lodh shpirtin ju kom lodh. Shpirtin ju kom lodh. Veç ka zhide edhe për kollar, edhe në anën tjetër për kostume. Edhe plus që të pantolla që ku ka dhe zbritja. 50% zbritja, kështu që mundëri më ardhë. Edhe pse qëtu më kam pëlqy dhe atë ditë. Ka pëlqy po me ik pak për njërave zëza të rëmita. Në me të në edhe këmishën, komplet krejt, okej. Kështu. Po, kisha do, për veshje, po duhet dhe një kollar të kuq. Po, të kuqe kisha do është. Se po duhet dhe një par patika të kuqe. Shku. Gati jam bo. Ha? A e gjete? I bojsha me shnet, thojnë. O, bom, gatë që. Pytja e fundit për mu, a jo lodhi shpirtin kur vi? Jo, asnjëherë. Dhe më thonë, më s'ma po një rafsh. Jo, asnjëherë. Faleminderit për zgjidhjen, po më pëlqen vetja. Okej, po du një par patika të kuqe. Patika. Po. Pitu qëto të kuqet. Do me thonë jonë qëto, a? Po. Po, a ban? Do me thonë jonë të kuqet. Logo e këtë vësë është e kuqe edhe unë në gjyren e kuqe. Kemi? Si jeni? Mirë jeni? Kalëzum të mu qështë përdok në kështë. Haritarim që atje se këtu mes patikave pa mirë kështë. Ha. Po shkojmë për vitin e ri, qështë? Po shumë mirë, po i përnxon pak babat mret. Pak po dok në si babati. Po pak, po. Ku e kam kapuqe, bro? Ku e kam mjekre? Mjekre ta pas kam bocez. Për ndryshe, unë zakonisht, kur të vi këtu, edhe teshat katë, tash për shambull që qëto, duna me thonë, shko shkurtomi pak, që mi ndreqmi, se në vend zakonisht me ty gjatë këtë vitit.
ata kom lodhë shpirtin ajo. Jo, asë njerë je konë shumë i përshtatshëm për me punu këtë punë. Do me thonë, jam i përshtatshëm për bashkë. Po. Sigurisht që po. Une po të uroj festën e fund vitit, Faleminderit, edhe gjithashtu edhe Christmas, edhe vitin e ri, shala me këtë mirë. Faleminderit shumë, unë të gjithashtu. Ku e shpirt? Unë po e përfundoj këtu. Juve ja vlen dvini dhe ta vizitoni Melodia PX-in, për shkak se ka zbritje. Zbritja është tani këto momente për toke, kështu me thonë. Por, mbi gjitha që nëse vini me fëmijët e juaj, përpos zgjedhjes që i ka, edhe ka një fotografi mundni me vonë këtë kënd që është i servuar vetëm për ata klientë do të thotë që vinë të Melodia PX-it. I njëjti sa ndoshta ndodh edhe në Ferizaj, pse s'kam qenë, për shkak që ju duhet me shku edhe me vizitu, edhe pikën Ferizaj ju që jeni pikërisht prej Ferizajit dhe Gjilanit i keni shumë afër. Unë po them, qështu që jam vesh, mundeni me pa me tritenitin në Ballerës, në Zvicër që jam, që njëjtë që qështu kom e konë. Ju që vini aty, unë kini me pa që jam i njëjti qështu jam këto. Unë po them, faleminderit për bashkëpunimin për gjithë shka që kemi pas gjatë tërë vitit bashkë me Melodia PX-in. Po, ju nëse nuk vini, me bo për zgjedhjen tuaj, në vendin e duhur, atëherë gabani. Kështu që e jani edhe vizitojni Melodia PX-in. Shihemi pas pak në studio, pas publicitetit.